Qori, pse vendosët të kandidoni për Bashkinë e Tiranës, që do tjetë një mandat 2 vjeçar, 10 ditë kohë për të bërë fushat? Unë do doja t'ju saksoja, sepse ju sigurisht nga pikpamja formale dhe ligjore keni shumë të drejtë, mirë po ne fushata do t'a nisim shumë më herë se sa 10 ditë shikoj që do na lërë, apo një javë kohë që do na lërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ne bëjmë fushat sepse për ne aktiviteti i përditshëm intensiv politik dhe fushata nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Nga ana tjetër, kjo nuk është vetëm një kandidaturë për 1 vit e gjysmë të ardhshëm. Nëse populli i Tiranës do më zgjedh mua si përfaqësues të lëvizjes bashkë për ta drejtuar Bashkinë e Tiranës, kjo sigurisht që do të jetë paradhoma e një qeverisje më të gjatë, i bie gati 6 vjeçare, duke përfshirë edhe mandatin e ardhshëm, dhe sigurisht kjo do jetë edhe një fushatë e natyrës politike, sepse përfituroni vetëm për një moment, sikur shumica e qytetarëve të Tiranës të votonin për mua në krye të Bashkisë Tiranës, se çfarë lëvizjesh të mëdha tektonike do kishte në jetën politike dhe në qeverisjen qendrore të Shqipërisë. Prandaj, unë e kam thënë disa herë që kjo nuk është vetëm një fushatë administrative, nuk është vetëm një fushatë për Bashkinë e Tiranës, pavarësisht se në radhë parë është e tillë, sepse Tirana ka 1001 probleme që duhen zgjidhur një orë më parë, por kjo është njëkohësisht edhe një fushatë politike, dhe ku më mirë se sa kryetari i një partie politike ta marrë përsipër këtë detyrim ose këtë përgjegjësi të dyfisht. Unë kam edhe një përvojë të mirë, të suksesshme si kandidat për kryetar bashkie në vitin 2023. Pothuajse të gjitha problemet që ne kemi cekur në 2023 ishin vetëm sa janë përkeqësuar në 2 vite e gjysmë që kanë kaluar. Kështu që kjo ma shton dhe na e shton si lëvizje bashkë vendosmërinë, këmbguljen që t'i çojmë përpara idetë tona dhe të kërkojmë mbështetjen e qytetarëve të Tiranës. Ju e thatë saktë, sepse unë e kam edhe në pyetje. Ndryshe nga gara në bashkitë e tjera të vendit, kjo është vërtet një garë politike, sepse Tirana është kryeqendra, këtu është zhvillimi, këtu janë lejet e ndërtimeve, etj. etj. Pra, mos do duhej, Qori, që përballë një maxhorancë e cila sapo doli nga zgjedhjet parlamentare dhe është e fortë në numra, të ishe një kandidat i të gjithëve, edhe atyre që janë opozitë, pavarësisht ndasive, le të themi. Keni parasysh diçka që ka shumë më tepër të përbashkëta midis Edi Ramës e Sali Berishës, se sa midis meje dhe secilit prej tyre apo atyre dyve bashkërisht. Kështu që në këtë kuptim ne nuk na afron asgjë as me PD-n dhe me asnjë parti tjetër të sistemit vjetër të korruptuar. Po me këto partitë e reja për shembull. Po, tani me sa po shoh unë, ato janë të gjitha duke i shkuar mbrapa Sali Berishës, me shpresë që Sali Berisha do pranojë ndonjë prej kandidatëve të tyre, edhe kësaj do të cimentojë aleancën midis tyre. Ne nuk na interesojnë aleancat e pa principta, kemi treguar edhe në zgjedhjet e kaluara ku i kemi qëndruar me vendosmëri parimeve tona dhe koha na ka dhënë drejt për gjithçka që kemi vendosur dhe jo vetëm për parimet e idetë, po edhe për strategjinë tonë. Tirana dhe Shqipëria ka një nevojë për një qeverisje tërësisht të re, për një ndryshim radikal të mënyrës qeverisjes, për të vendosur ndershmërinë, kompetencën dhe idetë e mëdha në krye të punëve edhe të vizionit për të ardhmen, ndërkohë që partitë e tjera në Shqipëri mendojnë vetëm nga pamja taktike sot për nesër, si të kapin një thel pushteti dhe pastaj me atë thel pushteti të kapin një thel më të madhe të pasurisë. Ne nuk duam pasuri për veten, ne duam që Tirana sot dhe Shqipëria nesër të jenë vende të begata, vende me një administratë eficiente, vende ku shteti funksionon e ku çohen përpara punë publike, shërbime publike cilësore për qytetarët. Dakor.